shqiptari është kushtrimi më i thellë i sotëm dhe gjitha kohërave për të rikthyer shqiptar në rininë e tyre. Miq, theksoj përsëri se ju pra, ky vit është viti juaj, sepse entuziazmin, energjinë pozitive, besimin, dashurinë tuaj e induktuat në çdo skaj të Shqipërisë. Dhe sot fushata jonë, kudo, është fushatë e fitores, fushatë e optimizmit, fushatë e ngallëzimit. Ndiqeni, ndiqeni, ndiqeni fushatën tjetër. Fushata tjetër është fushata e poshtrimit të qytetarëve, është fushata e mashtrimit të shqiptarëve, është fushata ku burreci 2 metra gjatë i tremur gjerë në palës. Flet çdo mëngjes. Flet çdo mëngjes me veten e tij. Shan turfullon. Fjalori i tij. Fjalori atij që urren shqiptarët. Çyryk, autik, buf, hardhuc, zhapi, budalla, një fjalor i turpshëm, një fjalor me të cilin një lloj si hori që kërkon të gjejë ste, kudo përpiqet të gjejë ste në banalitete për të shtuar përgjegjësisë që ka ndaj jush. Qytetarë dhe qytetarë diasporës, kur mos harroni kapshticën, se si ky pa shpirt, se si ky pa nder, se si ky antishqiptar, ju la ju në tokën e askujt në Kapshticë, në kohën e Covidit. Në kohën e Covidit. 4 ditë, lak shqiptarët, akt i cili në të gjitha konventat ndërkombëtare të organizatës kombëve të bashkuara përbënte krim kundër njerëzimit. Ky është miqtë e mi, fushata jonë është teprore, sepse ne vim me program. Ai vjen me sharje shpifje, ai bën klonin, bën çdo gjë, vetëm që të maskoj 130 milion euro të vjedhur me djegës e Tiranës, të maskoj 8300 metër katror dhe vilen 2 herë sa Enver Hoxhës në Surrel, në një kohë kur kishte deklaruar gjithsejt 3800 euro. Do të maskoj 120 milion euro gjobë që u vurin shqiptarve duke përzën beketin, sepse televizioni ti e kritikonte. Do të maskoj 121 milion euro
që shpenzon udhëtim me avion taksi, shishet 33.000 euro Romane Konti që hapë për qefjet e ti. Do të maskojnë 224.000 metrë katror tokë në gjipe. Do të maskojnë 38.000 metrë katror tokë që i dha vllau të ti. Do të maskojnë aksionet e vllau të vetë, apo të vetat, në hotele 100 milion që të ndërtuara nga kompania 5 bashkisë. Miq, për të maskuar gjitha këto, për të maskuar gjemën që u bëri shqiptarve që i vidhisi në holet e varfrisë, për të maskuar dëbimin masiv të tyre, është aftë të bëjnë çdo gjë. Por 11 maj pa afron, është ora jonë, është dita jonë, dhe me 11 maj shqiptarët do të vërshojnë nga toka deti ajri drejt Shqipërisë. Fushat e ati, ne dalim para shqiptarve me Krisla Sivitan, një nga krye strategët e fitoreve në botë, a i del para shqiptarve me vullnetësinen. Me vullnetësinen. Hajdutin që elmojnë Shqipërinë me salmonel në punave. Në fakt dhe vetë e diramën, të që adin ju këtë. Se, ja u thëmu ju, po. Dhe u tha, dhe u tha mjekve se e kam nga breshka, nga breshka. Po, pra, ja ku kam betur, shko në Korçë, dhe përdorat, po se a them fare emrin ati, se a i smerton, Peleshi ti, për të mendon se tani e gjeta. Në Korçë, arrita të ble edhe Ilir Vrenozin. Ilir, ti u bërë stari kësaj fushate, se përfaqësove shqiptarin e vërtet, përfaqësove njeriu në thjesht, tregove se karakteri, nderi dhe integriteti janë kryesore për çdo njeri, dhe ja theve humët në Korçë dhe në Shqipëri, të falenderoj shumë në emër të gjithë këtyre emigrantëve. Ndaj dhe të bashkohemi. Ju bëj thirrje çdo qytetari që është regjistruar për të votuar. Asnjë vot Edi Rams, asnjë vot për ata të cilët po zbrazin Shqipërinë, po mjerojnë Shqipërinë, po ndajnë pasuritë e saj. Çdo vot për ndryshimin, çdo vot për Shqipërinë madhështore, është radha jonë, fitore, rrëf shiu, rrëf Shqipëria, rrëf Greqia, Zoti bekoft kombet tona, fitore. Kemi ndjekur këtë takim të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha.